Sezoni turistik është çelur zyrtarisht në Himar, duke sjellë një kalendar të pasur aktivitetesh. Kryetari i Bashkisë Vangel Tavo tha se këto aktivitete synojnë jo vetëm promovimin e Himarës si destinacion turistik bregdetar, por edhe si një qendër e pasur me traditë dhe histori. Ne synojmë që të promovojmë Himarën, të promovojmë Himarën jo thjesht detin e mrekullueshëm, gjiret e mrekullueshme, natyrën e veçantë që të ofron Himara, të promovojmë mikpritjen himariote, kulinarinë e veçantë të Himarës, e shumë të tjera, së bashku me to, padyshim, edhe ata që nuk e njohin historinë, edhe historinë e Himarës. Tavo shtoi se zgjedhja e Himarës për të kaluar pushimet është e duhura. I ftojmë të gjithë të vinë në Himar këto 3 ditë të çeljes sezonit, pasi jam i sigurt që do ikin me kujtime shumë të mira dhe jam i sigurt që do vendosin që pushimet në sezon t'i bëjnë në Himar. Patjetër që oferta turistike është shumë e gjerë dhe sikur se e thash, kush vjen në Himar vjen vërtet për pushime, bën pushime, po ikën nga Himara me shumë kujtime të paharrueshme që rikthehet në Himar për të bërë përsëri pushime. Himara është një nga destinacionet kryesore turistike në Bregdetin Jonian. Ajo përfshin shumë plazhe që popullohen gjatë verës, e po ashtu edhe objekte të tjera historike, si kalaja e Qytezës.